jam I sigurt, madje Shkodrës ose. Tash kësaj radhe të njoftoj opinionin që kemi prej Tiranës di këngë, kompozitorët janë të ndryshëm, njëri është e Shkodran, njëri është e Durrësit, madje Korçës e kemi një këngë, e kemi edhe një këngë nga Elbasani, edhe fëmijën. Prej Kosovë kemi Ravecit, prej Prishtinës, di. Nga gjithandej. E tash, Macedonia, kemi edhe Bujanovc, Serbi, kemi prej Serbijës atë, prej, me thëmë Medvegjës, ose kur jemi shqiptar Preshevë, Bujanovca, kemi edhe një fëmijë Lugin e Preshevës, kemi një fëmijë që di 3 vjetë këndon. Muzika bukur është, nuk pengon kjo shumë e bukur është me violin. Edhe, do të thëtë Bujanovc, ju thash Prishtinës edhe atje. Një këngë do të këndon prej Zlato Slaveqe ose Bilbili Art, një këngë do të në këndojnë ata në gjukën Macedonase si Musafire, dhe ne japim kur kanë festival mas di jave, kur kanë me pas, ne japim një këngë në gjukën Shqipe.